Dhe kjo, kur po themi një trajtim i hershëm dhe kur po përmend këtë lloj kryqëzimi dhe kafshimeve të cilat i more si shembull, dallohen në moshën sa po fillojnë dhëmbët e parë të dalin, apo duhet presim të mbushet goja me dhëmbë? Jo, realisht si të paraqiten këto problematika i vrem nuk duhet me prit me ju mbush goja me dhëmbë. Po, me mbush goja me dhëmbë dhe pastaj ose eventualisht me ndru këtë dhëmbë që me intervenu. Prandaj çdo në ortodonci ekzistojnë disa aparate, shumë aparate për vetë faktin që ndoshta një fëmijë në një moshë të hershëm një aparat është një indikacion për një moshë më të vogël, pastaj në moshat e vonshme kalon në një fazë tjetër të trajtimit. Mirë, trajtimi i hershëm ortodontik do thotë ka rëndësinë e vet, s'do thotë që tash që fëmija në të ardhme nuk ka me pas për një fazë të dytë të trajtimit, mirë po nëse trajtohet me kohë, atëherë ajo faza tjetër e radhës e trajtimit do t'jetë më shkurt, më e lehtë dhe rezultatet do t'jenë më stabile. Po, shumë mirë që e përmende këta, se jam kurioztare me ditë nëse jemi korrekt dhe i bim për një kontroll dhe jemi të kujdesshëm në trajtim të hershëm, çfarë probleme eliminojmë? Se mund të thotë dikush që po na dëgjon, po nëse fëmia ime ka trashëgimi dhe ai dhëmbët e poshtëm do dalin sipër të lartëve, s'mund t'i ndalim. Çfarë parandalojmë, doktoresh? Mund të parandalojmë. Thash nëse vrem një kafshim të kryqëzuar dhe mbulim të kondërt, atëherë duhet të trajtohet sepse parandalojmë një problem i cili ka të bëjmë vetëm me radhitje të dhëmbëve, ndikon në zhvillim skeletik. Do të thonë ndikon sidomos në bllokimin e zhvillimit të nuflës së sipërme. Do të thonë nuk e lejon që nufla e sipërme në këtë rast të zhvillohet ashtu siç duhet. Ose pastaj rastet e shprehive të këqija, të cilat si thithja e gishtit i biberonit, i cili shkakton një kafshim të hapur. Rastet të cilat nëse tash thithja e gishtit është një problematikë, është realisht diçka fiziologjike në vitet në muajt e parë të jetës, ndërsa nëse persiston pas moshës 3 deri në 4 vjeçare, atëherë ajo do thotë shkakton çrregullime, një prej tyre është kafshimi i hapur, një të cilin e shkakton edhe thithja e biberonit. Nëse kemi një kafshim të hapur, edhe fëmia arrin me eliminu përderisa ka denticion të qumshtit, atëherë ai vetëm me eliminimin e shkaktarit mund të eliminohet edhe anomalia. Nëse intervenon aq herët, saqë i ka vetëm dhëmbët e qumshtit. Ndërsa kur fillojmë me denticionin e përzimit, me eruptuar dhe dhëmbët e përhershëm, atëherë duhet patjetër edhe trajtim shtesë ortodontik. Do të thonë thjesht e ul kompleksitetin e trajtimit, kohën e trajtimit, si dhe rezultatet do të jenë stabile në të ardhmen.